Mikrofonin tim, nuk ta japi, nuk e di çka kanë me ty. Nuk e di çka kanë me ty, do i ketë thënë partia që kujdes se ky është Fale. Agim Sulqa. Unë për buxhetin fole mrekulli. Buxheti është real. Ka përmirësime. Qytetarët janë të kënaqur. Por si kryeministër kam një kërkesë. Në emër të veteranëve, të pensionistëve, kërkojmë një klub në njësi numër 3. Për arsye që të rrimë aty, që tani zuri shiu, se deri sot kemi qenë të kumllat. Bëmi lojrat e gjë. Tani zuri shiu. Mundësisht, po në rregulluar dot një klub si njësi numër 3, të mblidhemi e pensionistët dhe ata veteranët dhe ushtarakët. Vetëm këtë kërkesë ka. Po na e plotësuat, faleminderit. Çështja është po bëm një klub, si do t'i ndajmë këto 3 pjesë. Pensionist, veteran, ushtarak. Te veteranët e kemi kollaj se s'ka më veteran që kanë luftuar dhe që janë akoma me ne. Janë pasardhës, kështu që pasardhësit mund të mbajnë radhën si gjithë tjerët, mendoj unë. Tek pensionistët dhe ushtarakët e kemi pak më vështirë, sepse pastaj do vinë të gjithë dhe sa i madh do jetë ky klubi, është pyetja. Megjithatë, përtej shakas, unë besoj që është e mundur që bashkit, në bashkëpunim me Ministrinë e Mbrojtjes, pse jo, të ndërtojnë një sistem ku t'u jepet mundësi ish ushtarakëve, pastaj edhe pensionistëve, se do vinë pastaj lloj-lloj, do thonë po shiko se dhe unë luftova, po dhe unë isha, po dhe unë se në fundit të gjithë ish ushtarak kemi ne, se kemi bërë zbor. Apo jo. Si jemi si këta që thonë ne breziri që s'kan hedhur një pushk druri në krah në herë. Ne kemi mbajt pushk druri, ne. Krahu jonë, jo, se ju keni mbajt pushk kanë ato të fortat. Kështu që do ta shikojmë këtë çështje. Do ta shikojmë. Po jepja pak. Ja morë dikujt tjetër, e kishe mikrofonin? Ndjes. Po. Tashi, unë ju falenderoj që keni dalë vetë në këto dëgjesa publike. Tirana i ka shumë të nevojshme. Ato analistët në darkë, kur dalën e flasin, habiten se si Partia Socialiste i mori prap 800.000 vota. Po, e vërteta është që jo se i mori Partia Socialiste ato vota se ka shkëlqyer, dhe çdo gjë ka bërë mrekulli. Po se ne njerëzit që i dhamë votat jemi me këmbë në tokë. Dhe dim ku e mori Partia Socialiste në 2013 qeverisjen. E mori me buxhet gati të falimentuar dhe kaloi 3 tsuname që ishin tërmeti, ishte Covidi, ishte rritje çmimeve nga lufta. Dhe sot buxheti është shumë i stabilizuar dhe ju po ndërmerrni këtë hap tjetër, që është shumë i rëndësishëm. Gjithashtu, luftoi korrupsionin e vogël dhe bëri digitalizimin. Për të luftuar korrupsionin e madh, ju po përkrani spakun për të bërë atë ndërhyrje kirurgjikale që i duhet Shqipërisë. Gjithashtu në politikën e jashtme, shqiptarët kudo në botë kanë ngritur kokën lart dhe kjo është për meritën tuaj. Po kështu edhe në aspektin e zhvillimit dhe këto reformat e tjera. Pra, këto vota janë më se të merituara. Po tani kthehemi tek Tirana. Te Tirana unë do thoshja që bashkia ka goxha halle, po një problem që është i vogël në pamje, po që nuk po e adreson siç duhet, është
kur ndërtohen pallatet e reja, në projekt nuk ka edhe një kënd lojrash sa do të vogël, qoftë 100 metra katrore për fëmijë. Pra, kjo mund të zgjidhet fare le të shtohen kate, le të bëhen me 10 kate, 11 kate, po projekti duhet ta ketë brenda edhe një kënd lojrash 100 metra ku të ketë ca stola, ca gjëra që të dalin dhe gjyshrit, të dalin dhe fëmijët, mos mbeten në celular. Pra është e zgjidhshme, thjesht më duket se mungon aspekti ligjor. Tashti, Tirana ka një problem shumë madhor, të cilin ju e dini shumë më mirë se sa neve, po që unë do ta përmend. Tirana ka një trafik të llaktarshëm nga ora 7 deri në orën 10 në mëngjes, ka një trafik llaktarshëm nga ora 4 deri në orën 7 mbasdite, që nuk është për fajin e qeverisjes tonë, kuptohet sepse është një trashëgimi e tërë. Ka një transport urban i cili ka shumë probleme. Ka problemin e ujit 24 orë. Ka dhe problemin e urave të zeza, veçanërisht do thoshja në Lanë, që është një projekt që ju e keni nisur në 2000, po të pambaruar. Tash unë do thoshja që si zgjidhet me shumë zgjuarsi të gjithë të problematikë të Shqipërisë, mendoj që ka ardhur koha që edhe këto 4 problematika të mëdha të përballohen, po si bën do bashkia. Është e nevojshme që vetë ju dhe qeveria ta ndërmirni këtë hap madhor. Në pamje të parë kjo mund të dojë edhe 1 miliard euro, që duken si të pamundura për t'u bërë. Po unë do thoshja që kur u përballuan tërmeti edhe ato të tjerat, vajti deficiti buxhetor 80% dhe sot e kemi 54%. Do bëhet paqja fiskale, do rritet GDP-ja, do arriket 30 miliardët, do zbrezi do vij 52. Pra lieni diku të 56 dhe dalin 1 miliard euro që i duhen Tiranës. Tani unë jam shpres plot që kur Shqipëria në 2030 në të vejë në BE, do vejë dhe Tirana. Dhe besoj që do ta ndërmirni dhe këtë hap kaq madhor që i duhet Tiranës. Ju faleminderit. Tani ngritet shumë gjëra edhe do përpiqem t'i adresoj, po s'duhet më ngacmoje tek ato që shikoni ju ndark me analist, se unë kam që në 2009 që nuk i shoh, po natyrisht hera herës edhe shfaqen në për këto telefonat që po nuk ka si shans që ata dhe askush që realisht nuk di nga brenda se çfarë bëjmë ne për të marrë mbështetjen e njerëzve, të kuptoj si qëndron realisht puna. Dhe mbi të gjitha, kush thot, siç thon ata, që Shqipëria është më keq, që Shqipëria është më e korruptuar, që Shqipëria është më e varfër, që Shqipëria është më, nuk ka si shans që t'jetë as pjesë e shumicës, as që të mendoj atë që mendon shumica, dhe madje as të kuptoj se si e mendon shumica këtë punë, sepse unë jam i bindur, dhe këtë e them jo thjesht nga opinioni që kam krijuar nga gjithë kjo eksperiencë, por nga anketimet që ne bëjmë, që shumica, eksakt siç e the, nuk na voton ne se jemi më të mirët. Na voton ne se nuk ka më të mirë, nuk ka. Të tjerët janë kasht e koqe që nuk i duhen dreqit. Nuk ka. Dhe shiko, është e pa ndodhur, të paktën në aq sa njoh unë politikën europiane. Është e pa ndodhur në histori që një parti, një forcë politike që pretendon të jetë alternativa e qeverisë të arratiset nga zgjedhjet dhe të nxjerrë dhe të fshihet mbas disa pseudo të pavarurve dhe madje për kryeqytetin të nxjerrë një aktor që luan rolin e kandidatit të pavarur.
është e pa parë. Dhe natyrisht që kjo është një sfidë më shumë për ne, se kur ke kur ke përballë rival, oponent, kundërshtar, çati quhesh ata, që nuk të sfidojnë me argumenta, nuk të sfidojnë me mençuri, nuk të sfidojnë me vizion, nuk të sfidojnë me aftësi, po të sfidojnë me muskulaturë, me sharje, me fyrje, me dhunë, është shumë e vështirë që ti të sfidohesh dhe të përmirësohesh. Duhet gjesh forca brenda vetes. Bashkimi Evropian nxori përpara pak ditësh një dokument lidhur me vendet e Ballkanit për sa i përket digitalizimit të shërbimeve publike. Jo vetëm që jemi në raport me Bashkimin Evropian, pra sa vendet e Ballkanit janë afër Bashkimit Evropian në këtë aspekt. Shqipëria e kishte 121%, pra është plotësisht brenda Bashkimit Evropian dhe është në pjesën e sipërme të klasifikimit për sa i përket shërbimeve publike digjitale. Dhe kur thua shërbime publike digjitale, thua eksaktësisht ato që thatë dhe ju, që do të thotë shërbimi drejt për drejt pa dikën mes, do të thotë zero korupcion. Patjetër që hapi kritik që duhet bëjmë është që tek shërbimet digjitale të plota, jo të pjesshme, sepse është një shërbim digital i pjesshëm, hipoteka, futja edhe e kadastrës aty do të jetë mbyllja e ciklit. Pra kur njerëzit do ta marrin, do të bëjnë kërkesën në kadastër, do t'ju vi direkt në telefonin e tyre siç vijnë të gjitha të tjerat sot dhe s'do kenë më nevojë as të rrodullohen, dhe kjo ka të bëjë me gjithë atë që po bëjmë bashkë me Bashkimin Evropian për ta digitalizuar komplet bazën e dhënave. Kur vjen puna tek korrupsioni i nivelit tjetër apo më të lartë, dhe jo tek ai që kemi pasur të gjithë, se të gjithë këtu kemi jetuar dhe e dini shumë mirë, unë jam i bindur që këtu nëse bëhet pyetja kush mban mend që të ketë paguar për certifikatën e lindjes, me siguri ka njerëz që thonë po, unë më duhet një certifikat me urgjencë, vajta pagova se nuk e merja dot me urgjencë, sot e merr në telefon. Tek pjesa tjetër, është hera e parë parandalon nga 1912 që në Shqipëri luftohet pa parmajtas, pa pardjathas, pavarësisht të gjitha problematikave, pavarësisht të gjitha historive që janë të lidhura me një sistem drejtësie të ri, i cili ka shumë probleme, se është një pavarësi shumë e re. Të flasësh sot për drejtësinë e pavarur, është njësoj si të flasësh për Shqipërinë e pavarur 6 vjet, 7 vjet, 10 vjet mbasi u pavarësua. Nuk është Shqipëria që është sot, apo jo. Kështu është dhe me atë sistem, por ama nuk është luftuar kur korrupsioni siç luftohet sot, dhe nuk e lufton SPAK-u. Dakor, nuk e lufton SPAK-u. E lufton vullneti i kësaj force politike që i dha pavarësinë drejtësisë dhe që mbron pavarësinë e drejtësisë edhe me koston e paguar në lëkurën e vet. Çfarë është mbajtja e kryetarit bashkisë atje brenda pa gjyq? Është një kosto. Është një kosto. Nuk hy fare unë janë të drejta, s'janë të drejta ato që thuhen ai është procesi ligjor, është procesi gjyqësor dhe atë do ta bëj gjyqi. Po deri më sot gjyq s'ka. Ka një njeri në burg. Çfarë është kjo? Është kosto. Ama ne as nuk bëjmë protesta, as nuk ngrem zërin, jo se jemi budallej edhe se nuk kuptojmë edhe se nuk arsyetojmë, por sepse është një mendje ndarë çdo lloj ngacmimi që ne i bëjmë SPAK-ut apo sistemit
që lufton me korrupsionin është një ngacmim që i bën dëm vendit për të nesërmen. Pra, nëse u deshën 100 e ca vjet që të fillonte kjo luftë, ne në qoftë se fillojmë ngacmojmë, do ta shtyjmë edhe 20 vjet tjera dhe duhet ta harrojmë pastaj që të ulemi në tryezën e Bashkimit Evropian. Për vite deri kur filluan këto procese të luftës hapur, frontale, pa majtas, pa djathas ndaj korrupsionit, për vite e kishim damkën në ballë, ishim ne në qeveri, akoma, të shkruar në raportet e Bashkimit Evropian, kultura e pandëshkueshmërisë. Pandëshkueshmëria si mit. Pse? Po se që nga 1912 një ministër nuk ishte marrë kur në pyetje, që të merren pyetje nga një prokuror i pavarur, që të merren janë pushkatuar ministra këtu, po ata i pushkatoi jo një drejtësi e pavarur. Dhe në këtë aspekt unë jam i bindur që shumica e shqiptarëve e sheh kështu siç e shoh unë dhe siç e sheh ti. Jam i bindur. Dhe prandaj as nuk i ha fare ato dokrat që më e korruptuara, e mbyti korrupsioni, janë gjithë në burge, janë gjithë. As nuk i ha fare, sepse njerëzit, edhe kur nuk merren gjithë ditën siç merremi ne me këtë punë, kanë mjaftueshëm instinkt dhe kanë mjaftueshëm logjik për të parë dritën dhe errësirën, të mirën dhe të keqen, dhe pavarësisht se ne nuk kemi sot në diell të plot si vend, por nuk diskutohet që nata në Shqipëri ka kaluar. Nuk diskutohet që dielli në Shqipëri ka lindur. Dhe nuk diskutohet që ai diell që ka lindur do ngrojë gjithmonë më shumë. Dhe këtë njerëzit e kuptojnë dhe prandaj mbështesin Partinë Socialiste dhe nuk mbështesin lloj-lloj karagjozësh rrugëve. Kështu që thënë këto, përtarët e Tirana, trafiku është një sfidë e madhe, por shiko, kemi qenë një qytet, një kryeqytet ku në mos gabohem kishim rreth 5.000 makina. Unë në moshën më të vogël se sa të rinjve që janë këtu, mbaj mend një nga lojrat që kishim ne, se ne s'kishim as laptop, as celular, as topa nga këto të Euro 2020 e të Euro 2024 që na jep Armando Duka tashti me shumicë, edhe topat ishin prej elastiku, ishin ca topa 50 prej elastiku, ishin si gjyle kur i shifshe nga larg, se ishin dhe kështu të murm. Dhe një nga lojrat ishte uleshim në trotuar dhe vinin bast, a do ishte tek, a do ishte qift, numri i fundit i targës makinës që do vinte. Dhe pristim 2 minuta, 3 minuta, 4 minuta, 5 minuta që të vinte makina e radhës dhe makina më e zakonshme që kalon të ishte autobusi urban. Se veturat ishin shumë të rradha. Apo jo, ma mendit? Po, ke humbur shumë nga ato bastet ti. Edhe sot kemi një vend që po shkojmë nga 1 milion automjete. Qyteti, kryeqyteti rritet. Unë ju them që kur ne shkojmë në Stamboll ose në Ankara për vizit, me gjitha ato eskorta, me gjitha ato sirena, është një gjë e jashtëzakonshme të kalosh në pra të trafik. Pra është një sfidë shumë e madhe. Është një sfidë shumë e madhe që do shumë më tepër transport publik, që do një politikë komplet tjetër që e kemi nisur me bashkinë, që kemi angazhuar një nga ekspertët më të mirë në botë të trafikut që është nga Barcelona, dhe do fillojmë të aplikojmë atë model që është një model i uljes shpejtësisë brenda blloqeve dhe i dhënies prioritet fëmijëve, i dhënies prioritet moshuarve, kalimtarëve të tjerë. Për sa
Por nuk janë gjëra që bëhen me humor, nuk janë gjëra që bëhen me aktor, nuk janë gjëra që bëhen me të shara e me shamatara, sepse pastaj kur të bien në dorë që ti bësh, e shef mirë se si është puna. Nuk bëhen dot nga klubet e natës që mblidhen ata terrat e kënaqur të migjenit dhe diskutojnë për të gjitha të zezat e Shqipërisë sotme. Nuk bëhet. Se e pam, një herë e provuam që na erdhi njëri atje në bashki 4 vjet, edhe e pam se ku shkoi Tirana. U kthyen të gjitha gjërat mbrapsht. Për sa i përket ujit pishëm është prap sfidë që lidhet me rritjen, por në ndërkohë jo vetëm që përmirësimi është i përditshëm dhe këtë mund ta them duke pas parasysh gjithë të dhënat e furnizimit, por jemi duke diskutuar se si mund të marrim një partner të madh nga Europa. Jemi diskutuar me disa kompani të mëdha që punojnë në të gjithë botën për sistemin e ujit pishëm, sepse në radhë të parë është çështje administrimi, menaxhimi. Ndërmarrjet tona të ujit, megjithëse ne kemi përmirësuar shumë, kanë shumë burime njerëzore skarco brenda. Kanë shumë njerëz që janë punësuar atje kot, që s'kan lidhje fare me ndërmarrje. Dhe prandaj kemi edhe planin për të ngritur operatorin kombëtar të ujit, që njësoj siç kemi operatorin e energjisë, që tani më është një histori e plot suksesi, të kemi edhe operatorin e ujit dhe do ta drejtojmë në mënyrë të përqendruar. Nuk do të jetë më një histori ndërmarrje këtu, ndërmarrje atje, lloj-lloj ndërmarrjesh me lloj-lloj lodrash që nuk janë më për një vend që pretendon të hynë BE për pak vite. Dhe të njëjtën gjë për mbetjet. Kështu që janë sfida të mëdha, nuk është çështje fondesh, dhe ky është problemi tjetër. Nuk është çështje fondesh në radhë të parë. Tirana si bashki ka fonde të mjaftueshme për të bërë gjëra shumë me impakt. I ka. Edhe për infrastrukturën, edhe për çerdhet, edhe për kopjet, edhe për strehimin etj. Problemet janë të natyrës ndryshme në çdo pjesë. Për shembull, të gjithë kërkojnë çerdhet dhe kopshtet e kanë shumë të drejtë. Çështja është ku? Sepse në vite është bërë një katrahur me pronat. Dhe ti thua Lulishtja, tjetri thotë është prona ime. Më në fund e imponuam që nuk ka pronë më rreth pallatit kur ndërtohet një pallat i ri. As për ish pronarin, as për ndërtuesin. Rreth pallatit është prona e atyre që banojnë në atë pallat. Nuk mundet dot thotë ne të gjithë blejmë apartamentin dhe shkojmë në pallat, rreth e rrotull, pas kemi pronar. Jo, nuk kemi pronar, jemi vetë pronar rreth e rrotull. Këtë gjë më në fund e kemi imponuar edhe me ligj, sepse kjo është logjika e lejes ndërtimit. Në momentin që ti vjen kërkon një leje ndërtimi dhe nuk të jepet në të gjithë njollën e pronës, po të jepet në një pjesë saj, ta shfrytëzosh gjithë pjesa tjetër është pronë e përbashkët. Dhe nga ana tjetër nuk mund të ketë hapësirë publike që pse dikush ka letrat atje të pronës, ndërtoj çfarë doj. Nuk mundet. Të gjithë këta që bëjnë kioska dhe thonë e kam pronë, duhet ta harrojnë. Nëse nuk kanë leje ndërtimi, nuk mundet të vendosin një ngrehin mund mes lagjes edhe t'i zënë rrugën familjarëve kur dalin nga shtëpia. Situata siç kam parë në gjithë të operacion, as nuk i imagjinoja. Familje që hynë në lokal për të dalë në rrugë, se lokali është brenda te shkalla. Dhe ai thotë kam pronë, jo mër zotri, pronë e ke ta mbash me shëndet. Deri kur ti nuk ke aty lejen ndërtimit, ajo do të jetë hapësirë në shërbim të gjithëve. Nuk mund të jetë një gjë e pushtuar.
Dhe me hapësirat publike, para pak ditësh kemi arritur 100.000 metra katror të liruara, tani është faza që duhet t'i rehabilitojmë. Dhe patjetër që atyre që kanë biznese, bashkia do t'i japi modelin se si ata të vënë çadra, se si ata të vënë karrige, por jo të pushtojnë të gjithë hapësirën, sepse 70% normalisht e hapësirës do t'jetë e komunitetit. Në çdo trotuar, në çdo rrugë. Aty ku trotuari është 2 metra. Aty ku trotuari është 2 metra. Dakor? Dhe ku tek 30% që i atij që ka lokalin nuk ka vend për tavolinë, nuk ka për të nxjerrë tavolinë. I gjithë trotuari do të jetë i njerëzve. Ç'është kjo histori? Kalojnë familjet në një shkolon. Baba përpara, mamaja mbrapa, kalamajt mbrapa, rresh për një se nuk rrin dot bashkë se do i ecin me skarrige. Të gjitha këto janë problematika, siç e the, të vogla, kur i shef ka larg, po janë shumë të mëdha kur i jeton aty, e ke shtëpinë aty, del, edhe tjetrit ka zënë rrugën me karrige. Dhe duke e mbyllur, se nuk dua tani që të ankoheni pastaj që të thoni na thiri Edi Rama na lapa drek, po ju falenderoj shumë me shumë mirënjohje për gjithë mbështetjen. Ju falenderoj edhe që ishit këtu sot për këtë bisedë dhe pavarësisht se këtu në Tiranë na ka zënë pak rrota bishtin kur i thon fjalës, ne do bëjmë çmos që t'i bëjmë gjërat sa më mirë, duke mbështetur sa më shumë bashkinë, duke i pasur të gjithë deputetët tanë pranë komunitetit për t'i ndjekur gjërat nga afër, në mënyrë që çfarë nuk kemi në dorë të mos bëhet në asnjë mënyrë sebeb që të mos bëjmë gjërat që kemi në dorë. Shumë faleminderit.